Zgjedhjet të Kombëtin e Kosovës janë caktuar të mbahen me datën 28 dhjetor 2025. Pas pranimit të dekretit të lëshuar nga Presidenti i Republikës Kosovës, KQZ ka miratuar planin e aktiviteteve kohore për organizimin dhe administrimin e procesit zgjedhor. Sipas këtij plani, periudha e aplikimit për certifikim subjekteve politike është caktuar të fillojë me datën 24 nëntor 2025 dhe të përfundojë me datën 30 nëntor 2025. Ndërsa periudha e dorëzimit të listave të kandidatëve të subjekteve politike që certifikohen nga KQZ është caktuar të fillojë me datën 24 nëntor 2025 dhe të përfundojë me datën 7 dhjetor 2025. Nga data 24 nëntor 2025 deri me datën 30 nëntor 2025, gjithsej 24 subjekte politike kanë aplikuar për certifikim, që përfshin 11 subjekte politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës, 7 parti politike të regjistruara, 3 koalicione, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Sa i përket subjekteve politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës, këto subjekte politike nuk obligohen të paguajnë taksën e certifikimit dhe të dorëzojnë listën me nënshkrimet e mbështetësve. Gjithashtu, gjatë verifikimeve, konstatohet që subjektet politike të përfaqësuara në Kuvendin e Kosovës nuk kanë gjoba të papaguara të shqiptuara nga PZAP, KQZ-ja dhe zyra, siç përcaktohet në paragrafin 13 të linjës 16 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Po ashtu për partitë politike të regjistruara, përveç Aleancës për Armërinë e Kosovës, e cila nuk obligohet të dorëzoj listën e mbështetësve dhe të paguajë taksën e certifikimit, sepse sipas paragrafit 4 të linjës 19, partia politike që është antar i koalicionit pas përfundimit të mandatit për cilin ka garuar, ruan dhe trashëgon të drejtat e fituara para themelimit të koalicionit. Ndërsa 5 parti politike tjera kanë paguar taksën e certifikimit dhe kanë dorëzuar listat e nënshkrimeve të mbështetësve në përputhje me nenën 2 të rregullorës zgjedhore numër 4 tyje për 2025. Gjithashtu konstatohet që partitë politike të regjistruara nuk kanë gjoba të papaguara të shqiptuara nga PZAP, KQZ-ja, zyra. Pra, ky verifikim është bërë duke u bazuar në paragrafin 13 të nenës 16. Partitë politike të regjistruara tash janë 7, përveç nismës që nuk është pjesë e rekomandimit për shkak që zyra ka dhënë komente në listën e mbështetësve, e cila është pa kompletuar dhe e njëjta jo është dhënë afat deri nesër në ora 12 që ta plotësoj listën e mbështetësve. Gjithashtu, sa i përket koalicioneve, ju njoftojmë se në VM do të jenë 3 koalicione. Këto koalicione përfshin gjithsej 10 parti politike të regjistruara. Unë jam kundër rekomandimit për certifikimin e subjekt politik listës sepse